Me 30 minuta vonesë ka filluar sot seanca 9 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Në tentimin e 7 për zgjedhjen e kryeparlamentarit, kryesuesi i Kuvendit Avni Dehari propozoi që kryeparlamentari të zgjedhet në mënyrë të fshehtë, nëpërmjet fletvotimeve fizike. Ai u bëri thirrje partive që të propozojnë nga një antar për komisionin për udhëheqjen e këtij procesi. Bazuar edhe në rregulloren e punës së Kuvendit, e cila në nenin 61 paragrafi 4 e parasheh edhe votimin e fshehtë, me qëllim të hapjes rrugë për bllokimin e procesit, konsideroj që forma e duhur që mund të hapë rrugën për konstituimin është votimi në mënyrë të fshehtë me fletvotime fizike. Përfaqësues nga opozita dolën kundër këtij propozimi, duke refuzuar pjesëmarrjen në këtë votim dhe duke mos dhënë as emrat për komisioner. Ne s'marrim pjesë në një votim të tillë të imponuar, as nuk propozojmë komision, ne do t'ju vëzhgojmë. Ndryshimi i mënyrës së votimit në proces, siç u tha më herët, nuk ka ndodhur asnjëherë dhe ne nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Aleonca ka dhënë alternativa dhe ju si keni pranuar ato alternativa, andaj s'do të bëjmë pjesë e cirkut juve. Seanca u ndërprej për të vazhduar të shtunën në ora 10, duke mos u bërë e ditur nëse lëvizja vetëvendosje do ta propozojë sërish Albulena Haxhiun apo do ta ndryshojë emrin për pozitën e kryeparlamentarit.